Dhe nga parashikimi, moti do të shkojmë në Greqi, më sakt në kryeqytetin grek Athin. Atje na pret kolegu Edmond Guri. Përshëndetje Edmond, kënaqësi. Përshëndetje Athina, faleminderit për ftesën. Për fat të keq do ta nisim me një lajm të rënd, edhe bisedën bashkë, kështu kanë qenë lidhjet e fundit që kanë bërë nga Greqia pas ngjarjes së rënd ku një 48 vjeçar vrau partneren e tij, gjithashtu edhe veten. Dje ka ndodhur një tjetër tragjedi në një familje shqiptare në Greqi, ku bashkëshorti ka qelluar me thik përpara fëmijëve bashkëshortën e tij e më pas ka tentuar të jap fundet e jetës. Në çfarë thana ka ndodhur kjo ngjarje? Është një rast i dytë fatkeqësisht të vrasje në familje dhe një tjetër tragjedi bërë në familjes për shkakje xhelozie ose për shkakje dhe arsye familjare. Të pak këto informacione e para që vijnë nga ngjarja në fjalë. Si në rodhën ngjarjet, ditën e djeshme bashkëshortja kishte shkuar për punë sezonale në ishull e Greqisë. U kthye për të festuar ditëlindjen e të bijes dhe në festën sipër në një moment ka kontaktuar bashkëshortin duke i njoftuar atij se do të i kërkojë divorc, pa i kërkojë divorc. Me sa duket është përjetuar shumë keq emocionalisht nga autori i dyshuar i krimit, ku më pas do ta ka agravuar, ka kaluar nga debati në dhunë fizike dhe më pas ai e ka goditur me mjet prerës, thik, në sy të fëmijëve. Më pas, mbasi ka konstatuar që ka bërë vrasje, ka tentuar të vrasë veten duke pirë naftë, pra çfarë ka mund gjithë në ato momente. Fatkeqësisht për në spital, djali i saj i madh ka transferuar të ndjerën, por ku ka shkuar në spital, thjesht është konstatuar se ajo ka ndruar jetë. Pra një tragjedi tjetër në familjen shqiptare për shkakje xhelozie. Një rast i cili në çdo moment është në qendër të vëmendjes në një moment shumë delikat kur jo vetëm me shqiptarët, në më lejo mendoj shumë e rëndësishme për të sqaruar që nuk është thjesht një fenomen shqiptar. Greqia vetë si shoqëri ka një problem shumë serioz me dhunën brenda familje. Greqia është në nivelet më të larta të dhunës në familje në gjithë Bashkimin Evropian. Vetëm vite fund ne e kemi trajtuar edhe së bashku në të kaluara duke praktikë statistike në këtë situatë. Shiko, pikërisht, sipas psikologëve specialistëve të fushës, janë një sër faktorësh. Së pari lidhet me kushtet ekonomike, lidhet me rënien ose më saktë me trystëninë dhe një depresion social që po vuan Greqia të pakën për 15 vjetësh. Edhe pse mund të shitet për një zhvillim ekonomik të Greqisë, nuk është e vërtetë sepse realisht mund të ketë rritje rroge nga 550 euro para 5 vjetësh në rreth 900 euro ba sot, por mos harrojmë faktin që jeta është të pakën dyfishuar kosto e jetesës dhe trefishuar. Që do të thotë, kjo nuk përputhet me realitetin. Pra një çift i ri ka shumë të vështirë për të jetuar. Nga ana tjetër, Greqia ka humbur atë jetën sociale që dikur ishte një element kryesor. Pra, komunikimi, mënyra e jetesës, Greqia po i ngjan një vend parimisht perëndimor, por praktikisht është një vend ballkanik ku elementet sociale mungojnë, ajo fryma familjare, ka tension të rritur, ka një ashpërsim të politikë që fatkeqësisht edhe kjo interpretohet në një dobësi ose më saktë shpeshherë këto raste të veçanta të dhunës devijojnë dhe shkojnë në vrasje. Madje në këtë kontekst në lejon ka dhe një lajm të fundit kur mëngjesin e sotëm është arrestuar po një 39 vjeçar me origjinë shqiptare, shtetas grek. Duhet të thënë sepse në Greqi kur bëhet fjalë për shqiptarët nuk mjafton nëse ka shtetësinë greke, vetëm shqiptar. Në Selanik për shkak të dhunës ai ka dhunuar bashkëshortën e tij në ndikimin e alkoolit, më pas është konstatuar nga patrulla e policisë, cila i është vënë nga pas e ka ndjekur, derisa ka arrestuar, por edhe këtë arrestim se ai ka bërë rezistencë, por në fund është arrestuar dhe ndodhet i arrestuar në moment dhe janë ndjekur procedurat që parashikohen në rastet analoge. Si është gjendja për të kaluar pak tek tragjedia e familjes shqiptare, gjendja e autorit të vrasjes bashkëshortes, duke qenë se ka tentuar të jap fund jetës? Ka informacione? Gjendja e tij është e vështirë, por është jashtë rrezikut për jetën, është në trajtim mjekësor. Komunikon me autoritetet pasi kanë marrë dëshminë e tij për çfarë ka ndodhur. Pritet shumë shpejt kemi edhe dëshminë ndjekjen e masave dhe ndalimin e tij për vartimin për shtura, sepse siç e tham, fatkeqësisht ai ka vrarë në sy të fëmijëve bashkëshortën e tij me mjet presë.
Do të ndryshojmë temën e diskutimit, Edmond, për të kaluar pak tek çështjet e sigurisë në Greqi. Duket se Greqia, ne e kemi diskutuar shpesh, po armatoset. Me sa duket, kërcënimi iranian ka bërë që të marrë edhe masa të shtuara për sa i përket mbrojtjes. Vetëm pak ditë më parë është vendosur që të transferohen raketat Patriot në Kret. Dhe dihet që Kreta ka qenë objekt sulmesh nga Irani, pavarësisht se për fat nuk ka patur pasoja. Çfarë po ndodh? Është pikërisht që the, është Kreta, por edhe Kipro, për vetë faktin se në Kipro dhe në Kretë janë baza amerikane, baza angleze, izraelite janë përdorur për sulme ndaj Iranit. Por në Kretë është baza e NATO ose më saktë baza amerikane, është nga bazat më të mëdha në Mesdhe, e cila ka qenë shpeshherë objektiv i Iranit dhe edhe pse vetë baza ka sisteme kundarore të sofistikuar amerikane, nevojit të mbrojtje shtesë dhe për këtë është dashur transferimi i baterisë raketave Patriot, PA-3A, që është sistemi më i sofistikuar i Patriotëve për të mbrojtur këtë bazë, por ka dhe një pikpyetje ose më saktë ka dhe një mendim të dytë që mundet kjo bateri të transferohet në veri të Greqisë, sepse kemi kërcënimin e Iranit për Bullgari dhe kërcënim që ka ardhur në të kaluarën. Pra lidhen në këtë kontekst. Edhe pse pastaj në aspektin politik ka aludimi që mund të jetë një trysni nga Turqia për shkak se janë vendosur afër Turqisë, por gjithsesi në të themi njoftimi zyrtar është që kjo bateri kundërore sistemi Patriot transferohet për të ardhur në mbrojtje bazës amerikane në sudat të Kretës. Përmende Turqin pak më parë dhe duket se tensionet sa vinë e shtohen me shtetin turk. Këtë herë në qendër të tensioneve kanë qenë çështjet e energjisë dhe mjedisit sigurisht. Çfarë po ndodh? Pse gjithmonë mjafton vetëm diçka për të krijuar një konflikt? Në fakt nuk është thjesht diçka, mendoj pa diskutim, por gjithmonë nuk gjehen dhe gjuha e përbashkët për të zgjidhur, prandaj them diçka. Pra nuk ka asnjëherë vullnet për të gjetur gjuhën dhe për të sheshuar problemet. Greqia dhe Turqia kanë diferenca dimensionalisht të kundërta me njëra tjetrën, qoftë parimisht, qoftë praktikisht, por edhe në pretendimet territoriale të njëra tjetrës. Greqia është e bindur dhe e vendosur që e gjithë Mesdheu deli në brigjet, pra 6 milje në brigjet e Turqisë është pjesë e saj, pra i gjithë Mesdheu pa përjashtim, për të në më ta themi zonës ndërkombëtare ku lundrohet nga çdo mjet dhe çdo shtet i botës. Nga ana tjetër Turqia hedh poshtë, madje ka dhe një pretendim më tepër përderisa ka kaluar 100 vjet nga traktata i Lozanit, kur ajo humbi pjesën më të madhe të territoreve dhe e thotë që ka shfrytzuar ka pretendime territoriale, pra ka një kontradikt shumë të fortë, e cila vitet e fundit sa vjen dhe po e gravohet. Pra nuk është një situatë e tanishme, një situatë e krijuar, nuk është një incident i veçantë specifikisht. Faktikisht, për të vërtetës, përgjigjja turke, në më të themi, ose më saktë, lëvizja turke për shpalljen e parqeve energjetike në Mesdhe është një kundërpërgjigje e parqeve të shpallur nga Greqia vitin e kaluar. Madje përgjigjja greke erdhi për fakt sepse para 2 vjetësh Turqia shpalli Mavi Vatan, pra Vatanin blu, në ta themi kështu, ose Vatanin blu për Mesdhe, gjithë cilën Greqia e konteston sepse nuk ka një ndarje të kufirit ajror detar, ka një mospërputhje dhe kjo është një gjë që shpeshherë aludohet në media. Mjafton përmendim faktin që për shumë teleshikues dhe shumë ekspert, në më ta themi kështu, nuk e dinë që ka një deficit, në më ta themi kështu, mospërputhje të kufirit ajror dhe detar me Turqinë dhe Greqinë. Kufiri ajror është 9 milje, ndërsa kufiri detar është 6 milje dhe shpeshherë shkeljet ajrore vijnë për shkak sepse ka një mospërputhje në këtë kontekst. Nga ana tjetër, aleanca Izrael, Kipro dhe Greqi duket që ka shqetësuar Turqinë. Kjo ishte pyetja e radhës që ndikon Izraeli dhe misia që ka Izraeli me Greqinë në përshkallëzimin e tensioneve? Ndikon shumë të pak në kjo plëndohet nga Turqia, nga mediat turke dhe nga vetë ekspertët turq. Nga ana tjetër, në këtë kontekst, edhe pse Greqia është një maraton armatimi dhe flasi për armatime që nuk janë hasur në historinë e Greqisë, për vërtet flasi për armatime që ka kaluar shifrën e 30 miliard eurove,
pa llogaritur këtu ato pakete që janë në vazhdimsi e sipër. Mjafton të themi faktin që vetëm ditën e djeshme janë firmosur një marrëveshje me Italinë për blerjen e 2 fregatave italiane, rreth 400 milionë euro. Çfarë janë këto fregata? Pra, pse i duhet ky lloj, sepse konsiderohet si një modernizim? Pse duhet deri në këtë pikë? Kjo është fjala kyçe. Pra, gjithçka përmbledhet ke fjala kyçe, është modernizimi i ushtrisë greke, sepse ushtria greke ka një armatim në volum shumë të madh, ose sa ka pasur deri para pak vitesh, por që ka qenë armatim i teknologjisë vjetër dhe është dashur në një moment që të pakën siç thonë socialistët grekë, pretendimi i Grekisë është që të kenë mundësinë e menaxhimit të një krize me Turqinë. Dhe menaxhimi i një krize nuk është të fitojë luftën me Turqinë, pasi këta janë të bindur në Greqi, por është fakti që Greqia të përgatitur që në një kundërpërgjigje të shkaktojë sa më shumë dëm. Dhe kjo mund të ndodhi vetëm me armatimin e fjalës së fundit teknologjisë, siç janë fregatat Frem, siç janë Bergamini, që janë fregatat e gjeneratës 4.5, ose si themi janë fregatat të cilat janë më vete shtab komandues dhe kanë sisteme të sofistikuara kundërajrorësh, nënujore e kështu me radhë, por dhe armatimi që janë vlerë nga Izraeli. Dhe sigurisht është ajo që kemi thënë më herët që ministri i Mbrojtjes Nikodhendja është shkëputur nga ushtria tradicionale që njihet komerciale deri më sot, apo e kthen atë një ushtri moderne duke reduktuar forcën ushtarake dhe duke i dhënë në të themi mundësinë, duke ndërtuar të paktën 12 pika të prodhimit të dronëve dhe të mjeteve të gjeneratës së re. Pra, ka kaluar në sfat të re. Fregata aktualisht janë në shërbim të marinës italiane? Prodhohen në Itali, janë fregata të reja, do të prodhohen nga e para, janë 2+2, 2 që janë në përdorim, do të merren të përdoren, 2 të reja që do të bashkë prodhohen me industrinë greke. Duket se ka një mobilizim të shtuar nga ana e Greqisë për të fuqizuar mbrojtjen e saj, por politika greke vijon të mbetet e brisht për shkak të protestave të shumta sezonin e kaluar. Tashmë është një rregull i pashkruar, siç sqarojnë edhe mediat në Greqi, që përgjatë sezonit turistik për mos ta cënuar atë nuk ka protesta, por pritet që të jetë i nxehtë shtatori. Përsa i përket grevave, protestave, dhe unë do doja të dija se cili është pozicioni Mitsotakis sot. Si që kemi të kaluar, nuk ka ndryshuar pozicioni Mitsotakis, edhe pse është në një pozitë të politishme duke mos patur ose ineksistenca një opozite të fortë, ineksistenca një opozite të bashkuar, i jep atij privilegjin të përballojë këto 10 skandale që të pakën në këto 3 dekada nuk kanë hasur në Greqi. Greqia ka pasur gjithmonë skandale, por kanë qenë të veçuara, kanë skandale të mëdha, por jo në përmasa kaq të mëdha. Aktualisht çdo muaj ne hasëm me një skandal tjetër, çdo muaj hasëm me një arrogancë, ne do ta themi kështu, të politikanëve të demokratisë së re, që faktikisht në fund të ditës nuk i shkojnë për traditës politike të Greqisë, i ngjasojnë politikës feminore, foshnjore të Shqipërisë, ku secili përdor termin kriminal të kontrabandistë, pra pasin në përgjegjësie, edhe Greqia ka në të pikë, madje ka raste kur politikanët grek që janë të qeverisë Mitsotakin janë arrogantë dhe kërcënues ndaj palëve tjetër, pra gjë e cila e ka domethënë i ka dhënë një pak knajsi në opinion, dhe në këtë kontekst, si të tjerë the, pritet lëvizje popullore, protesta nga shtatori e më pas, deri në momentin kur Kyriakos Mitsotakis do të shpallë zgjedhjet. Ka një, në të themi, një pikpyetje se një interes të shtuar nëse ai do të shpallë zgjedhjet kur të mbaj fjalimin në ekspozitën ndërkombëtare në Expo të Selanikut, që është një sesion tradicional tashmë çdo vitshëm, ku kryeministri shpall paketën e tij qeverisëse dhe premtuese për qeverinë e ardhshme apo për vitin e ardhshëm, kështu që jemi në pritje këtyre zhvillimeve që mendoj që siç e ti e the, do të jetë një ndihmër shumë interesant ku populli grek të ketë fjalën e tij, sepse nuk po duron më, dhe kjo është një vërtet shumë e madhe. Mjafton të përmendim faktin që çmimet në Greqi kanë arritur në stratosferë, nuk ka ulje çmime siç ndodh në çdo vend të botës, që vërtet lufta mund të krijojë një rritje çmimesh për shkak të vështirësive të luftës, por në momentin kur nafta bie, çdo vend evropian e ul çmimin. Në Greqi jo që nuk ulet çmimi, por ka edhe arsyetime gjithmonë më shumë, dhe kjo është absurdi i një vendi evropian si në Greqia, që çmimet vërtet janë të larta. Dhe diçka tjetër për sa i përket opozitës, kemi diskutuar më herët për rikthimin
e fuqishëm, paktën siç pretendohet Tsiprasit në politik. Çfarë po ndodh? Kush është zëri më i fortë opozitar sot në Greqi? Është Cipra, si të the, është i konfirmuar tashmë, edhe pse priti dhe të kishte një afat kohor prej 2 deri 3 muajsh përpara, siç njihet në politikë romantizmi, momenti sa ai ethet e fillimit të një force të re, por me sa duket Cipra e ka marrë tashmë leadershipin, e ka konsoliduar opozitën, ka arritur të krijojë një diferencë bazike por të ngushtë me Mitsotakis, nëse marrim parasysh që Mitsotakis nga 41 pikë që mori në zgjedhjet e 2019 dhe më pas aktualisht llogaritet e 25 pikë, ndërsa Cipra llogaret në 15 pikë, pra diferenca është 10 pikë midis tyre, edhe pse ka filluar fushata, pra do thotë që është një situatë jo evolucion për Mitsotakis që nuk i jep atij shumicën, por nga ana tjetër i jep një mundësi ish kryeministit Alexis Tsipra me të forcë re që të diferencë me prej 10 pikësh ose ta zvogëlojë ose ta minimizojë, ose nëse ai nuk ketë një strategji të mirë, mund edhe të mbetet në kotat që ka. Por gjithsesi ai është i konfirmuar si leadershipi i opozitës në Greqi. Dhe së fundi do doja të diskutonim pak marrëdhëniet shqiptaro-greke. Nuk ka zhvillime, nuk ka takime, të paktën duket se ujërat janë të qetë, por Shqipëria është përpara një sfide shumë të madhe, sfidës për integrimin në Bashkimin Evropian. Unë mendoj ndryshe, ka takime, ka bisedime. Atëherë nuk janë publike. Ja, pikërisht, edhe kjo mendoj kjo është më e mira, do të thotë që nëse këto vazhdojnë siç vazhdojnë, do të thotë që ka një pjekuri diplomatike dhe jo politike me dy vendet, se politika me dy vendet është ende e verbër, që do të thotë të dy vendet që duket nga klima dhe fryma e qetë që ka, qoftë nga qasja e mediave, qoftë nga qasja e politikanëve gretë, të cilët kanë ulur tonet dhe nuk e shkojnë me Shqipërinë si një vend jo i botës së, por si një vend i ardhur nga Marsi, të cilat e arritën edhe bën politikën greke dhe mediat greke qesharake, gjithsesi edhe Tirana nga ana e saj ka gjetur një gjuhë në uljen e tonave, ka gjetur një gjuhë bashkëpunimit pa kërë duke në aparencë dhe jemi një moment shumë delikat ku pritet të firmoset në më të themi pakti i miqësisë në dy vendos, më saktë të rifirmoset për ngritjen dhe përforcimin e miqësisë midis dy vendeve. Ky pakt i miqësisë që është pezullu që nga viti 2019 në zgaboi, që nuk është firmosur, mendoj dhe të pak nga informacionet që kam, do të kaloj të dy vendet në një partneritet strategjik të mrifill. Pra kemi një marrëveshje pajtimit tashmë, pas gjithë tensioneve që kam patur dy vendet për gjatë gjithë kësaj periudhe, tensione që u kulmuan me çështjen Beleri. Nëse marrim parasysh dhe faktorin ndërkombëtar, ndikimi që ka faktori ndërkombëtar në Greqi, por edhe në Shqipëri, duke patur parasysh që Shqipëria ka aleat kryesor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brukselin, por edhe një aleancë në backstage që duket me Izraelin, që është aleat e Greqisë, pra Izraeli, Amerika dhe Brukseli, që janë aleat të përbashkët me Greqinë, do thotë që klima dhe geopolitike është e favorshme që të dy vendet të bëjnë një hap më tej në forcimin e raportit me dy vendeve. Pavarësisht se ka disa sfida, unë përmenda Bashkimin Evropian, Edmond, po mos harrojmë edhe çështjet e minoritetit grek në Himar, çështjen e pronave gjithashtu. Është edhe kufiri detar që tashmë është lënë që do të zgjidhet në Hag. Pse më thua që është çështje e zgjidhur? Kur grekët e turbetojnë fort. Është çështje për konsum politik, nuk është reale. Dhe grekët di shumë mirë që çështja e pronave nuk është çështje minoritare. Ka një diferencë. Shiko, kemi tre elemente. Unë përmenda pikat, tani ti shtjellojmë. Atëherë, me lejo të përmendoj tre gjëra. Grekët thonë për kosovarët janë albanofonë, pra janë albanofonë. Fakti nuk është kështu. Kjo ka ndryshuar se term. Në Shqipëri ne kemi dy elementë kryesorë. Është minoriteti grek që është i shëndetshëm, që është pjesë integrale e Shqipërisë, është pjesa më shëndetshme shoqërisë shqiptare që i ka dhënë dhe jep dhe nuk e dallon vetë, pra paraqiten si minoritar, janë grekofonët që janë shqiptar, të pajisur me pasaporta greke vitet e fundit, të cilët ata krijojnë për probleme. Mirë po, ata dinë shumë mirë që nuk janë pjesë integrale, sepse janë shqiptarë dhe fundja nuk dallojnë me pjesëtarë të tjerë. Unë, për shembull, jam një ish pronar, pra jam stërnipi një pronar, por nuk kam marrë pronën time. Dhe nuk ke trajtim ndryshe të një shqiptar që ka marrë shtetin grek, siç jam edhe unë, me shqiptar tjetër. Këtë e ka fituar dhe ose më saktë e ka kuptuar shumë mirë shteti grek. Është bërë i qartë nga shteti shqiptar. Pra bëhet vetëm për konsum politik.
Sidomos përpara zgjedhjeve. Pikërisht, për arsye të disa cikleve të ngushta politike në Greqi dhe të mediave, bëhet kjo lojë. Ajo që është një temë mendoj serioze dhe nxehtë është fakti i ndarjes së shelfit kontinental dhe të zonës ekskluzive ekonomike të detit. Kjo është një çështje që mendoj do kujdes. Çështja e detit është lënë që do të shkojë në Hag, është vendosur të shkojë në Hag, është ngritur tashmë edhe një grup pune, është njoftuar edhe nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë, ku është dhënë autorizimin nga presidenti i Shqipërisë para pak kohësh, që do thotë këto grupe teknike janë ngritur dhe po punojnë për të korçuar për të shkuar në Hag. Pra, duket që gjërat në gjithë kornizën e përbashkët është fundur në një ekuadër por shkon drejt një zgjidhje. Për të gjërave dhe siç e them, nuk është lehtë të kalosh këto tensione kaq të mëdha shqiptaro-greke, nuk është lehtë të harrojmë atë trarin absurd dhe të turpshëm të Greqisë që sa herë kollitej një grek apo një minoritar në Shqipëri duhet ulur tari. Pra gjithë këto kanë kaluar një stat tjetër, kanë një qasje ndryshe dhe mendoj të dy vendet Athina zyrtare dhe Tirana zyrtare e kanë kuptuar që nuk duhet më jo edhe për faktin se qytetarët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë prej vitesh janë integruar më së miri në shtetin grek. Nuk diskutohet më kjo pjesë, është e mbyllur si kapitull, ndaj thash që të dy vendet kanë shumë më tepër për të ecur për interesat kombëtare të dy vendeve dhe jo për interesat e ngushta të disa individë apo disa forca të ndryshme apo disa forca të errta që shpeshherë kanë atë ideologjinë, ne ta themi me dy terma, të Shqipërisë së Madhe apo të Megali Idees në Greqi, që kanë të vdekur ato dy që nuk kanë asnjë lloj përputhje me realitetin. Faleminderit shumë Edmond për lidhjen, për gjithë kohën që na dedikove, për të gjitha informacionet dhe opinionet që ndave me ne këtë mëngjes. Të uroj një ditë të mbarë, gjithashtu. Do të kalojmë një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.